O mami, çfarë do marr nesër në shkollë, se gjithmonë të njëjtat më janë lodhur, më thot djali. Edhe mami tani duhet të vër mendjen të punoj se çfarë ti vër një diçka të re në shkollë. Ndaj dhe përgatita një kek me banane dhe raspberry. Tani si e përgatita? 3 banane i hodha brenda që duhet jenë të bëra, i shtypa, i hodha 2 kokove, vezë do me thënë, i hodha pak vanilje, gjalp i hodha pothuajse gjysmë filxhani gjalp ishte, të cilin e shkriva, nuk kisha gjalp nga ky këtu, e kisha gjalpin nga Egjipti edhe ishte shumë i mirë. Pastaj ja i hodha 1 gotë me miell edhe 2 lugë të vogla me baking powder, ai fryrsi për miellin, që të fryhet brumi, kuptuat për kë e kam llafin. I hodha brenda edhe raspberry, siç mund të shikoni. Maple syrup i hodha një 4 lugë, që të mos i hedh sheqer. Stagone shokolatës janë këto çokolatat e vogla, copat e vogla të çokoladës, që i hodha dhe brenda dhe nga lartë, edhe disa arra i hodha brenda. E vura në një formë keku, edhe nga lartë i hodha copat e çokoladës siç e patë, e vura të piqet në 180 gradë. Ky kek do rri një çikë si i njom brenda, mos e keni frikë se ka dhe raspberry dhe banane dhe kuptohet që nuk piqen, ngelen ashtu të njoma, po bëhet o njerëz, aq shi e mirë, mos e pyesni. Doli yami.